Fisnik Aslani është kthyer që tani në një nga emrat më të larguar për merkaton e verës së vitit të ardhshëm. Sulmuesi i cili vesh fanellën e Hoffenheimit në Bundesliga bër për vete të gjithë me lojën dhe me golat e tij. Sulmuesi përfaqësues së Kosovës po shënon me rregullsi mbretërianse në elit, ndaj është kthyer në një emër që po ndiqet me shumë interes nga klubet më të njohura në kontinent. Ai ka treguar hapur ëndrrën që ka për të luajtur një ditë me Barcelonën, klub me cilin është tifoz dhe bëhet e ditur se katalanasit po e monitorojnë me kujdes, duke e parë si një alternativë të vlefshme për repartin e avancuar, por nuk janë të vetmit. Sky Sports në Gjermani bën të ditur se edhe Bayern i Munichut ka filluar të interesohet për sulmuesin, i cili në këtë sezon është autor i 6 golave dhe 2 asisteve me klubin e tij. Bavarezët e shohin si një pasardhës potencial të Harry Kane dhe fakti që po bën mirë në Bundesliga duhet bënte më të thjeshtë përshtatje në rast transferimi. Gjithçka do të diskutohet më gjerësisht në merkaton e verës, pasi duket pak e mundshme që ndonjë marrëveshje të realizohet gjatë dritares së janarit.